Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Sa herë në javë duhet të bëjnë dush të moshuarit, e vërteta që duhet të mësoni. Nëse ndjeni nevojën për të bërë dushët çdo ditë, sigurisht që nuk jeni të vetmit. Megjithatë, dermatologët thonë se shumë njerëz nuk kanë nevojë dhe mund të mos duan të bëjnë dush shpesh. Nuk ka një qasje të vetme që i përshtatet të gjithëve kur bëhet fjala për larjen e lëkurës dhe të flokëve, citon doktor Jacob Park, dermatolog në Seattle. Frekuenca ideale varet nga lloji i lëkurës dhe i flokëve, sa djersiteni, sa ndoteni, citon ajo. Dhe shtoi, dushi shumë i shpesht mund të thajë lëkurën duke përkecuar skuqjen, kruajtjen, duke shkaktuar gështur, shpërthimin e ekzemave. Por kur duhet të bëni dushët çdo ditë? Disa njerëz përfitojnë nga shkumëzimi çdo ditë. Për shembull, nëse djersiteni shumë, qoftë nga stërvitja, puna ose predispozita juaj natyrore për djersitjen, është e rëndësishme të bëni dush për të shpëlarë djersën dhe grumbullimin që mund të kontribuojë në bllokimin e poreve, citon doktor Marisa Garzik, një dermatologe në qendrën e New York City. Nëse keni flokë të yndyrshëm, mund të dëshironi t'i lani me shampo çdo ditë. Njerëzit me zbogth gjithashtu mund të lahen me shampo një herë në ditë, citon doktor Asdea Shirajc, dermatologe në bazë në Kaliforni. Larja e përditshme me shampo mund të shpëtojë nga kërpullat që shkakton zbogthi, citon ajo. Por kur duhet të jesh i matur me dushin? Shumë të tjerë mund të jenë më mirë kur bëjnë dush më rrallë ose të paktën të jenë të kujdesshëm se si bëjnë dush. Për shembull, nëse keni ekzema ose lëkurë të thatë ose të ndjeshme, mund të bëni dush çdo 2 ditë. Sapuni me ujë mund të përkeçojë lëkurën tuaj, citon doktor Park, duke shkaktuar irritime dhe kruajtje. Dushi i shpeshtë mund të bëjë lëkurën tuaj të thatë derisa të plasaritet dhe të lejojë hyrjen e mikroorganizmave duke rritur rrezikun për infeksione të lëkurës. Nëse flokët ose skalpi juaj është i thatë, mund të kufizoni larjen me shampo 1 herë ose 2 herë në javë, citon doktoresh Garzik. Disa njerëz me flokë kaçurrel mund të lahen më rrallë me shampo, citon ajo. Nëse keni ekzem ose lëkurë të thatë ose të ndjeshme dhe ende dëshironi të bëni dushët çdo ditë, duhet të bëni një dush të shkurtër dhe jo shumë me ujë të nxehtë dhe të merrni parasysh aplikimin e sapunit vetëm në pjesën ku doni që ta lani, pasi në të kundërt mund të krijojë gjithashtu edhe shqetësime. Dushi me ujë të nxehtë duhet të aplikohet vetëm në pjesën që ka më shumë nevojë, për shembull në sqetulla, në hije, në duar, në këmbë, në pjesët e trupit që janë dukshëm më të pista, citon doktor Garzik. Thënë kështu, duhet jeni të kujdesshëm kur aplikoni sapun në lëkurën e ndjeshme rreth zonës gjenitale, ndërsa është më mirë të përdorni një pastrues të butë dhe pa aromë. Është gjithashtu më mirë të shmangni përdorimin e sapunit rreth pjesëve tuaja riprodhuese. Ju gjithashtu mund të minimizoni thatësinë e përgjithshme të lëkurës, irritimin dhe kruajtjen duke zgjidhur pastrues të butë ose sapun që përmbajnë përbërës hidratues si acidi hialuronik ose elementë të tjerë të rëndësishëm. Dhe kur të dilni nga dushi, thajini lëkurën, mos e fërkoni. Aplikoni krem hidratues nga kokat e këmbët në lëkurën e lagur. Kështu mund të mbroni lëkurën tuaj. Personat e moshuar këshillohet që të bëjnë dush të paktën 1 herë ose 2 herë në javë. Në varësi të llojeve të aktiviteteve që ata bëjnë, mund ta shpeshtësoni atë, por koha që qëndroni në dush duhet të jetë gjithmonë më e shkurtër. Ekspertët kanë zbuluar se është më shumë e shëndetshme të laheni rrallë se sa çdo ditë. Larja shpesh me ujë të nxehtë mund ta thajë lëkurën. Sipas Brightside, ekzistojnë disa faktorë të rëndësishëm që mund t'i merrni parasysh kur vendosni të laheni çdo ditë, por edhe disa herë në ditë. Përcaktoni çfarë lloji lëkure keni. Nëse keni lëkurë të yndyrshme, mund të mendoni se dushi do të largojë vajin që prodhon ajo, por në fakt ndodhet kundërta. Kimikatet të dëmshme në sapun mund ta thajnë lëkurën duke bërë që gjëndrat e yndyrës të prodhojnë më shumë vaj dhe fytyra do të duket edhe më yndyrshme. Nëse lëkura është më e ndjeshme dhe më e thatë ose vuani nga sëmundje të lëkurës si psoriaza, më shumë se një dush në ditë mund të shkaktojë inflamacione dhe kruajtje.
Disa dermatolog madje rekomandojnë dushin 2 ose 3 herë në javë për të shmangur acarimin e lëkurës. Trajtoni me shumë kujdes flokët tuaj. Larja me shampo çdo ditë mund t'i bëjë flokët të duken mirë, sidomos nëse lëkura e flokëve është një zgjidhje shumë e mirë. Nëse jeni një vazë me flokë kaçurela, larja e flokëve një herë në javë është e mjaftueshme, sepse flokët tuaj kanë nevojë për yndyrë që lëkura të qëndrojë e hidratuar. Vetëm njerëzit me flokët të hollë duhet të lajnë ato çdo ditë sepse flokët e drejtë dhe të hollë lyen nga yndyrat të lehta dhe duken si të vajosur shumë më shpejt. Mendoni për orarin tuaj të stërvitjes. Nëse shkoni shpesh në palestër, mund të dëshirojeni të laheni më shpesh. Të bësh dush me njëherë pas stërvitjes mund të ndihmojë muskujt të shloven, mund të parandalojë aknet e trupit dhe madje të rrisë sistemin imunitar. E njëjta gjë vlen edhe për njerëzit që punojnë jashtë ose janë të ekspozuar ndaj kimikateve të forta në punë. Ato padyshim që do të përfitojnë nga dushet e përditshme. Përshtatni zakonet të dushit me stinën. Kur është të vapësht e natyrshme që të ndjeni nevojën për të larë djersën çdo ditë ose ndoshta 2 herë në ditë, dhe temperaturat më të forta që do të thotë që djersit jenë më pak, kështu që ndoshta keni nevojë të bëni më shumë dush. Lëkura juaj mund të bëhet shumë më e thatë dhe më e ndjeshme gjatë muajve të dimrit dhe dushi çdo ditë mund ta irritojë atë. Por si të bëni lëkurën që të bëjë dushin më të relaksuar? Përveç se sa shpesh bëni dush, mënyra se si bëni atë gjithashtu ndikon në lëkurën dhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ulni nxehtësinë. Uji shumë i nxehtë mund të heqë vajin nga lëkura i cili duket edhe një krijim i mirë i saj, duke mbajtur atë me më shumë shkëlqim. Zgjidhni pastrues pa aroma. Aromat kanë kimikate që mund të jenë potencialisht të dëmshme për lëkurën. Lahuni për pak minuta. Dermatologët rekomandojnë të qëndroni në dush maksimumi 10 minuta. Evitoni sapunin. Ju nuk keni nevojë të laheni me sapun çdo herë që bëni dush. Zonat e vetme që duhet të lahen me sapun janë fytyra, pjesët intime dhe sqetullat. Vetëm kështu do të mbroni shëndetin tuaj. Shumica prej nesh lahen çdo ditë, disa bëjnë dush në mëngjes para pune, të tjera pas palestre, ndërsa shumë preferojnë të bëjnë një banjë relaksuese në mbrëmje pas pune. Por çfarë ndodh me trupin tuaj kur nuk lahemi shumë shpesh? Trupi ka nevojë për bakterie të mira. Sipas dermatologëve, më shumë se 1000 lloje të bakterieve jetojnë dhe ushqejnë në sipërfaqe të trupit. Janë të mira, thonë ekspertët, sepse luftojnë në bakteriet e këqija dhe madje temperaturën e mbajnë në ekuilibër si dhe procese natyrale të hidratimit të tyre. Natyrisht mos larja shumë shpesh dhe këmbgulja për të prekur veten, veçanërisht në zonën e fytyrës, hundës, gojës e të tjera, na bën të ekspozuar ndaj viruseve dhe të gjitha formave të sëmundjeve ngjitëse. Sigurisht, sëmundjet e lëkurës qëndrojnë në fshehtësi. Vizitat e rralla në dush dhe gjithashtu me përmbytje të lëngjeve trupore, djersa kryesisht dhe ndotja e ajrit, por edhe vetë qelizat e vdekura qëndrojnë në sipërfaqen e lëkurës për një kohë të gjatë. Mund të shkaktojnë sëmundje të lëkurës dhe të përkeçojnë në çdo problem me aknet. Si përfundim, sa herë në javë mund të bëni dush për të qenë të pastër? Dermatologët na ngatrojnë pak për këtë, sepse na thonë se duhet të zhveshim lëkurën tonë nga kimikatet natyrale që na mbrojnë nga bakteriet e huaja dhe na bëjnë të shëndetshëm. Ndaj na thonë të lahemi 3 herë në javë. Kjo varet gjithmonë në bazë të aktiviteteve dhe cilësisë së lëkurës suaj, gjithashtu edhe flokut. Nëse keni një trup që djersitet shpesh, këshillohet të laheni të paktën 3 deri në 4 herë në javë dhe nëse merreni me palestër, duhet të laheni gjithmonë mbas palestre. Është e vetmja mundësi për të larguar të gjithë papastërtitë e lëkurës dhe për të ndihmuar kështu në një hidratim më të mirë të trupit tuaj. Gjithashtu, dushi duhet të bëhet në mënyrë të rregullt, edhe duhet të hidratoni trupin tuaj pasi të kryeni larjen. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.